shajmi konsirini, çantat në krahën në Sloveni, në Gjermani, ka kemi mujt, kemi jetu. Kemi punu atje, kemi fitu ka pak pare për mi pru mi shpenzu që tu mjë një muën prindve, mjë një muën shpijes, qështu. Rrudhat në fytyrën e Haki Berishës nuk janë rastësi. Janë vite pune. Atëherë, duart ishin të vogla, por bara e madhe. Non-stop, se na e kem pas babën, e kem pasën vetëm, arrit jetim baba, ka veç vetëm një motër e ka pas, e ka hala, edhe baba është hala gjallë, po është i lodhen, e non-stop që jemi kujdesu për prind, mjë ndihmu prindve, mjë gjitë dorën prindve. Atëherë janë marrë me majmëri, me lopë, po, me lopë, me bujqësi, me lopë jenë marrën, me bujqësi, baba non-stop a marrë me to. Se s'ka pasaj, nuk ka mujt me shku në gërbet, se ako i vetëm, s'ka pas kënë me lanë shpes. Atëherë nuk kanë mujt me marrë gratë me shku në gërbet, atëherë me pas marrë gruan, kishin kesh me ty njerëzit. Ka qenë kohë tjetër? Kohë tjetër a ka, pa s'ka pas mundësi, kërqysh. Po ty baca, kur ja ke gjithë dorën? Qëfar moshe ti ke dalë për herë për pëllosje me lopë? Une për herë të parë kom dalën në 81-ën. Në 81-ën me një nip të Gajrakit, indjerja është dekën, kom shkuar në zëm të Hasit, kem punu, punëtor të Lloçit që i kanë thonë për para. 5 vjetë kom punu me ta. Edhe në 85 të njëm shku në Sloveni. Në 85 të njëm shku në Sloveni, kena punu tek të erë në 91-ën. 91-ën në bon luft në Sloveni, jemi arë në shpe. Kemi ikë në për luftës, jo që kemi ikë, po ke festa Bajramit, tani erdhëm për Bajram, edhe mosë një në shkuën, një 3-4 vjetë s'kina mujt me shkuën. Se o bo me viza, o bo me letra, s'kina mujt me shku. E tani kina shkuën 95-ën kom shku prapë në Sloveni, tek të erë në 99-ën. 99-ën je marë për vitri, ka jem shku një janar, më ka nalën në Suboticë. Në jetën e Haki Berishës ka edhe një kapitull të errët, një kohë burgu, që e përmend rrallë, por që ka bërë më të heshtur dhe më të fortë. Më kanë nalë në Suboticë, më kanë zëri për autobusit, më kanë bërgosën në Suboticë, 17 ditë kom nejtë në Suboticë. Po, për Suboticës ma 17 ditë më kanë pruën 2 policë me kërë me i qenenisht në Prishtinë. Në Prishtina ka folë me Suarekën, atëherë jemi kona me komunë Suarekës, edhe me gjykatë si Suarekës, me të Prishtinës, mi kanë prejnë 6 muaj ditë borgë. Pi Prishtinës më kanë qunë në Smrkovnicë. Aty kom qëndru 1 muaj ditë në Smrkovnicë, vllazninja i në konë shpe, pa të nqelu në shpe, kanë folë me një avokata, ko një Azerduja i Prizrenit, me gjykatësin e Suarekës, gjykatësia kanë shka, Serba kanë. Mi kanë morë 6.000 marka pare, edhe më kanë zërë për burgit një pa i ra nata.